në një kohë të shpejt po angazhohemi që mbeturina vëllimore të mos ketë në kryeqytet. Kemi mbi 72 lokacione që janë identifikuar që kanë mbeturina vëllimore dhe tani me kompanit në një bashkëpunim të gjerë me kompanit publike në komunën e Prishtinës, po e zhvillojmë këtë aksion, gjithashtu edhe me operatorë që janë duke shërbyer për grumbullimin e mbeturinave të anëvesërisë dhe në fazën tjetër në vazhdim, ju kërkojmë qytetarëve që të na mbështesin sa më shumë që të sigurojmë një ambient ku nuk do të ketë më mbeturina vëllimore. Në një kohë shumë të shpejt, po shpresoj që do ta përfundojmë grumbullimin e mbeturinave vëllimore. Pra nga këto do të vazhdojmë te përballë shkollës Gjergj Fishta, te parku i Tokbashqës për të larguar deponin e parë e cila është krijuar në një masë jashtëzakonisht të madhe, por me bashkëpunim edhe me vullnet madh të këtij ekipi do t'ja dalim që shumicën e pikave t'i përfundojmë sot dhe gjatë ditëve në vazhdim. Pas finalizimit të procedurës për leje mjedisore, ne do t'i hekim së pari me kompanitë publike dhe pastaj gjatë javës në vazhdim do dalim me një njoftim zyrtar që qytetarët do ta kenë pikën e tyre ku mund t'i sjellin mbeturinat vëllimore. Krejt çka ju lutna qytetarëve është që të mundohemi maksimalisht ta mbajmë qytetin të pastër dhe të drejtohen te Komuna e Prishtinës dhe te Drejtoria e Shërbimeve Publike për të kërkuar ndihmë në lidhje me trajtimin e mbeturinave vëllimore.